Duke u shtëpi 1 milion pound me para në dorë, 24 vjeçaria zbulon pagën marramendse mujore. Lili Phillips ka treguar fitimet e saj të mëdha duke blerë një shtëpi me vlerë 1 milion pound me para në dorë. 24 vjeçaria ka qenë një nga yjet më të paguara në botë në faqet për të rritur. Ajo u bë famshme pasi deklaroi se ka fjetur me 101 burra në një ditë të vetme në vitin 2024. Në nëntor të këtij viti u publikua një dokumentar për këtë manovër masive seksuale ku në një klip Lili shfaqej duke qarë. Muaji pasardhës ishte më fitimprur si Lilit. Në një episod të ardhshëm, e reja zbuloi se sa para fitoi nga kjo manovër. Kur dokumenti doli në fund të nëntorit, dhjetor ishte muaji më i mirë i të ardhurave, ka thënë Lili, por pash patjetër një rritje. Në atë platform ishte mbi 800.000 pound, tha ajo, që më pas zbuloi gjithashtu se sa para i konsideron si një pagë mujore të ulët, pra pash patjetër një rritje. Në atë platform ishte mbi 800.000 pound. Tha ajo që më pas zbuloi gjithashtu se sa para i konsideron si pagë mujore të ulët dhe se ka bler një shtëpi. Një muaj i ulët është mbi 200.000 pound, tha ajo duke shtuar. Bleva një shtëpi dhe jam shumë e lumtur për këtë sepse e bleva me para në dorë. Ishte 1.225.000 pound. Megjithatë, ajo i paralajmëroi të gjithë ata që po mendojnë të marrin përsipër punën e saj. Definitivist nuk mendoj se kjo punë është për të gjithë. Me të vërtetë mendoni për këtë para se të hyni në të, tha ajo dhe shtoi. Do të ndikoj në çdo marrëdhënie që keni. Urrejtja në internet nuk është për mendje lehtët.